Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mjeku çudit botën jashtë të shëroni dhimbjet e mesit pa nevojën e ilaçeve. Dhimbjet e mesit janë një simptom apo një gjendje e trupit që thuajse të gjithë njerëzit e kanë ndjerë një herë në jetë. Saktësisht, mjekët thonë se 80% e personave në të gjithë botën kanë vuajtur nga ky problem në një periudhë të caktuar të jetës së tyre. Kjo shifër duket se ndahet njësoj si tek burrat, ashtu edhe tek gratë zakonisht pas moshës 50 vjeç. Mosha është shpesh faktori kryesor për nisjen e kësaj dhimbje e cila mund të vazhdojë me orë dhe ditë të tëra. Shumë e bezdishme për këdo, dhimbja e mesit mund të reduktohet dhe evitohet me disa hapa të thjeshtë që ju mund t'i ndiqni vetë në shtëpi. Përse i dhëmbin kockat? Kur kockat dëmtohen dhe veçanërisht ato të shtyllës kurrizore, ju bëjnë që ju të përjetoni hernjen diskale. Kjo sëmundje nëse zhvillohet në pjesën e poshtme të mesit, do të bëjë që ju të përjetoni dhimbje të vazhdueshme, po në këtë zonë. Dhimbjet të tjera lidhen me atë që quhet nervi shiatik. Faktorë të tjerë të jashtëm si qëndrimi për një kohë të gjatë në një pozicion, qoftë ulur apo në këmbë apo qëndrime, mund të jenë përforcues dhe shkaktar të dhimbjeve të caktuara të mesit. Të dëmshme janë gjithashtu edhe ushtrimet me pesha të rënda apo sforcimet e vazhdueshme të trupit. Si të qetësoni në kushte shtëpie dhimbjet e mesit, para se t'i drejtoheni ilaçeve apo trajtimeve të mirëfillta të fizioterapisë, ne ju rekomandojmë që të bëni këto trajtime të jashtëzakonshme. Sa më shumë presion të ushtroni mbi trupin tuaj, aq më shumë do të rritet dhimbja juaj. Nga ana tjetër, këshillohet që të bëni disa lëvizje të thjeshta për disa minuta në mënyrë që të qetësoheni plotësisht. Kompresa të ftohta apo të ngrohta mund t'ju ndihmojnë që dhimbja të largohet përkohësisht. Fillimisht të vendosni në mesin tuaj disa copa akulli apo në një shishe me ujë të ngrohtë në mënyrë që temperatura e ftohtë të mpijë zonën nga ku çlirohet dhimbja. Kjo metodë është ideale edhe nëse ju e keni dëmtuar shtyllën kurrizore apo keni kryer ndërhyrje kirurgjikale, pasi largon edhe fryrjen. Më pas, rreth 24 orë më pas, mund të vazhdoni me kompresat e ngrohta në mënyrë që të relaksoni muskujt tuaj. Qëndrimi shtrirë apo ulur në shumë raste mundet të jetë ndihmues për qetësimin e dhimbjeve të mesit. Gjithsesi, mjekët të rekomandojnë që ju të qëndroni në lëvizje pavarësisht kësaj në mënyrë që muskujt të mos ngjeshen me njëri tjetrin. Nëse keni nevojë të qëndroni shtrirë, bëjeni këtë disa herë, por jo në pjesën më të madhe të ditës. Aktiviteti fizik, një nga pikat më të forta për të pasur një trup dhe organizëm të shëndetshëm, është pikërisht aktiviteti juaj fizik. Përveç se ju ndihmon që të ndërtoni muskuj fleksibël dhe të fortë, do t'ju çlirojë edhe nga dhimbjet e tepërta. Gjithnjë konsultoheni me një mjek në mënyrë që të merrni një program stërvitje të personalizuar. Ekspertët në përgjithësi rekomandojnë që të bëni ushtrime aerobike dhe fleksibël, si për shembull përkulja përpara duke i mbajtur këmbët drejt apo përkulja para teksa jeni ulur. Mbajini gishtat e këmbëve gjithnjë të hapura dhe mundohuni që të tërhiqni kurrizin sa më shumë. Në çdo rast, në qoftë se dhimbja e mesit vazhdon për më shumë se 3 deri në 4 ditë, ne ju këshillojmë që të shkoni tek një mjek specialist.
Gjithashtu ju mund të përdorni edhe këto receta natyrale. Në qoftë se keni dhimbje në kurriz, shpinë, madje dhe në këmbë, të cilat shkaktohen kryesisht nga ulja e tepërt ose punët e rënda fizike, mos u shqetësoni sepse ekziston një zgjidhje krejtësisht natyrale për problemin tuaj. Vetëm për disa ditë të konsumimit të kësaj përzierje, ju do të ndjeni ndryshime të lehta pozitive dhe menjëherë do të keni një ndryshim të plotë të kësaj dhimbje, e cila, për të thënë të vërtetën, është mjaft shqetësuese dhe ju pengon në kryerjen e aktiviteteve tuaja fizike. Pas 2 muajve do të vëreni shërimin e plotë. Provojeni këtë recetë natyrale dhe nuk do ta njihni më shpinën tuaj, për shkak se zgjidhja në fakt është e thjeshtë dhe në dispozicion. Në qoftë se dëshironi që të largoni dhimbjet e shpinës për çdo mbrëmje para fjetjes, në kohë zgjatje prej 1 deri në 2 muaj, ju duhet që të konsumoni 1 fik të tharë dhe 1 kajsi të tharë dhe 5 kumbulla të thara. Këto pemë përmbajnë substanca të cilat shkaktojnë rigjenerimin e indit, i cili gjendet në mes të ruazave të kurrizit. Në këtë mënyrë ato bëhen më të forta. Secila pemë veçanërisht përmban elemente dhe substanca të caktuara, ndërsa përzierja e tyre ofron një ilaç të shkëlqyeshëm natyral, i cili është jashtëzakonisht efikas kundër dhimbjeve në kurriz, është i dobishëm për meshkujt dhe njëkohësisht për femrat. Masazh me vajra. Për këtë vaj ju mundet që të përdorni vaj susami ose arr kokosi. Mund të fusni në vaj disa pika nga esenca ose vajra terapeutik të një cilësie të lartë. Në fillim duhet që të përqendroheni në kyçet kryesore të trupit. Mund të filloni duke fërkuar lehtë me vaj zonën e qafës, shpatullat, bëryllat dhe parakrahët. Më pas vazhdoni duke u zhvendosur në fund shpinë, gjunjë dhe në thembra. Provoni terapitë e ftohjes dhe ngrohjes. Alternoni terapitë për 20 minuta. Për terapinë e ftohjes mund të përdorni kubik akulli të vendosur në një peshqir. Kërkojeni një pjesëtari të familjes t'ju masazhojë shpinën me alkol. Para se ju të nisni masazhin, provoni që të pastroni fillimisht lëkurën tuaj me pak alkol dhe më pas filloni dhe masazhoni me kujdes pjesët e trupit dhe lëkurën. Zjeni 1 litër ujë me 1/4 litër uthull molle dhe shtoni aty 2 lugë gjelle rozmarin. Lëreni që të ftohet pak dhe pastaj merrni një peshqir të pastër, e njomni atë tek përzierja dhe aplikoni në pjesët ku ju keni dhimbje. Provoni që të flini në pozicionin e fetusit duke vendosur kështu një jastëk mes së gjunjëve. Ndërkohë, në qoftë se ju do të preferoni që të flini në shpinë, atëherë vendosni një jastëk të madh poshtë gjunjëve teksa shtriheni për të fjetur. Gjithmonë keni parasysh se nëse këto simptoma zgjasin më shumë se 1 javë apo 2 javë, e mira është që të shkoni tek mjeku juaj për të marrë trajtimin e duhur. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!